Rivlerësimi i pronave me tatim të ulur 5% nga 15% betet një proces i premtuar edhe pse ka një ligj të botuar që në datën 22 janar që urdhëron zbatimin e tij. Por pengesë për zbatimin e këtij ligji për Ministrinë e Financave janë çmimet e referencës së shitblerjes së apartamenteve, të cilat ende nuk janë miratuar nga Këshilli i Ministrave për dikasterin. Ato janë quar në kuvend edhe pasi të marrin dritën jeshile, do të nisë edhe rivlerësimi nga i cili do të përfitojnë uletatimi pronarët që duan të shesin apartamentet e tyre, por do të çlirojnë edhe tregun. Në muajin korrik 2025, Ministria e Financave propozoi ndryshimin me VKM me çmimet e referencës së pasurive të paluajtshme, duke përfshirë zonat të reja për rrethet. Sipas dokumentit, në tërësi, për zonat rurale janë propozuar çmime fiskale të barabarta me çmimet aktuale që janë në fuqi për rrethet. Të gjitha ndryshimet me harta digjitale dhe tabelat të përfunduara nga grupi i punës i janë dërguar për miratim Këshillit të Ministrave. Me rishikime që janë bërë së fundmi çmimeve të referencës, qeveria pritet të miratojë një ndarje të re të tyre, tashmë një hartë me 176 zona kadastrale, duke përfshirë më vete për herë të parë edhe fshatra.